në aeroport do të punësohen mbi 1.000 njerëz, mbi 1.000 vajza dhe djemë, që jo thjesht do të gjejnë një punë, por që do të kenë një punë të mirë paguar. Dhe procesi ka filluar, njerëzit kanë filluar të punësohen, ndërkohë që ai do të jetë një aeroport që s'do ketë vetëm avion pasagjerësh që vënë dhe vinë, por do të ketë dhe avion të ngarkesave kargo që do të çojnë e do të sjellin mallra, që do të çojnë e do të sjellin pako të gjitha përmasave, siç ndodh me kargot në të gjithë botën. Por nuk mjafton ende, sepse aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të ketë njëkohësisht përveç kargos edhe pjesën e tij të tretë, që do të jetë qendra për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve. Jo për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve që ulen e ngrihen nga këtu, por për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve të disa prej kompanive më të mëdha europiane. Është një kontratë e bërë dhe do të fillojë të zbatohet hap pas hapi. Por përsëri nuk mbaron këtu, sepse aeroporti i Vlorës do të jetë edhe baza për Akademinë e Aviacionit Civil. Një akademi që do të formojë kuadrot e aviacionit civil, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe më gjerë. Një akademi që do të ngrihet jo thjesht me financimin dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare, por dhe me financimin dhe mbështetjen e rrjetit evropian të aviacionit, që ka zgjedhur Vlorën për të ngritur akademinë dhe për të formuar punonjësit e aviacionit civil evropian. Por nuk mbaron këtu, se ndërkohë ne kemi firmosur një marrëveshje dhe po në Vlorë do të kemi dhe akademinë e forcave ajrore të ushtrisë tonë, e cila do të përgatisë pilotët shqiptar, por do të jetë njëkohësisht një derë e hapur për të përgatitur edhe pilotë të rinj nga vendet e tjera të NATO-s apo nga vende të forcave të tjera aleate apo mike me Shqipërinë. Kjo është vetëm njëra anë që lidhet drejt për drejt me aviacionin. Ndërkohë që Vlora në vitet që vijnë do të ketë një nga portet më të bukur të jahteve në Mesdhe, dhe më në fund porti i Vlorës do të jetë një port turistik, ashtu si kundër në anën tjetër Triporti do të jetë një port i vërtet serioz për anijet që çojnë dhe sjellin mallra, si edhe për të gjitha anijet e peshkimit që më në fund do të gjejnë strehën e tyre dinjitoze sipas të gjitha standardeve europiane. Nga ana tjetër, ka filluar të ngrihet zinxhiri i ri i hoteleve. Ka filluar të kuptohet se nuk mundet dot ta zhvillojmë turizmin ashtu siç duhet dhe t'i japim tërë fuqinë që i nevojitet, duke ndërtuar apartamente e duke ndërtuar vila për të shitur. Hotelet kanë filluar t'i hapin dyert njëri pas tjetrit, por në këto 5 vite Vlora do të bëhet territori ku do të vinë firmat më prestigjioze të hotelerisë. Dhe ky qark do të ketë një gjerdan plot me emra dhe me dyer ku turist nga gjithë bota do të gjejnë vend dhe me vështirësi do të gjejnë vend në fakt, pasi ju siguroj se Bregdeti i Vlorës do të bëhet një prej destinacioneve më të kërkuara jo të Shqipërisë, po të Mesdheut.